Veç mu ma bën ashtu. Jo edhe Angelit. Unë s'dita me reagu, Ha? Jo, diçka mi ki marrë kamerat, diçka. Se që kjo kamerë, që kjo kamerë, që kjo veç me mu bën kështë. Apo? Po, jo me Angelit. Të flasim për ekspozitën e flaka halitit e kemi pas edhe të premtën mysafire në mëngjes. E të shohim se çka ka ndodhur në ekspozit, kush ka qenë atje, si ka shku hapja. A dhe me këshirë? Këshira, dhe në tregu në sen? Pra, është hapur, këm të reflekt, që është Faleminderit. Së parë, në galerinë kombëtare të Kosovës është hapur ekspozita e flaka halitit, pra është një përmbledhje e punimeve të cilat ishin në galerinë Mumak në Austri, pra një prej galerive me renome botërore, të cilat flaka haliti ekspozoi aty dhe kori një sukses ku edhe fitoi një çmim Henkel Award. Pra, atë ekspozit, kësa herë mund ta shohim në galerinë kombëtare, quhet kur të kam Google ty herën e fundit je duk ndryshe. Pra, dhe është faktikisht punime njëra me tjetrin lidhen, inkorporohen mes vetë edhe bojnë që edhe më u quajt kështu ekspozita. Pra, ta shohim. Ta shohim storin pra. Herën e fundit, kur të kam Google, ty je duk ndryshe, quhet ekspozita që po shëtit galeritë e rëndësishme bashkëkohore. E punime që fituan çmime po ekspozohen në galerinë kombëtare të Kosovës nga flaka haliti. Për mu është kënaqësi që sot me shfaq për publikun kosovar një ekspozitë e cila ka qenë e fundit edhe në Muzeun Modern të Vienës, në Mumak, e që sot vjen edhe për publikun kosovar, kështu që kjo është e veçanta e kësaj ngjarje për mua sot. Punimet e artistës shfaqen në mediume të ndryshme duke paraqitur një rrugtim personal. E të gjitha veprat në galeri inkorporohen në mes vete duke sjellë një koncept me bazë emrin e vet ekspozitës. Sonte paraqita me dikon 7-8 punime, të cilat janë kryesisht fotografi, instalacion, skulpturë dhe video. Do të thonë mediume të ndryshme dhe koncepte të ndryshme, të cilat në një mënyrë ose tjetrën takohen me njëra tjetrën në këtë kontekst kuratorial i cili është herën e fundit kur të kam Google ty je duke ndryshe. Post-internet art është ajo se çka artistja mundohet të sjellë, nga mesazhet personale, fytyrat e theksuara në qiell apo edhe shtyllat e betonit si pjesë e strukturës së vet galerisë. Në këtë rast, të nis edhe prej titullit që se ka ma herët, do më thonë dominon si estetik post-internet arti, të nis prej mediume të cilin estetikës cilët këto 3 kanalet I miss you till I don't miss you anymore përmbajnë estetikisht, ose artist immunity, ose fotografit, I see a face, do you see a face, po është një ftyrë apo është një ftyrë, cilat janë digjitale në një mënyrë ose tjetrën, mundohen me pru në qatë estetik si komunikim. Po njëjtën kohë, do më thonë nëse me zmadhu edhe me zvoglu, do më thonë kontekstin kuratorial, atëherë ka punime cilat qëndrojnë në mënyrë të pavarur vetë, pa këtë relacion me estetikën post-internet artit, po ka masne edhe meeting point, ka edhe takime që ndërlidhen njëra me tjetrën. Të pradhosh një titull si formë e prodhimit të një pune është moto se si artistja krijon veprat e saja. E të gjitha këto, përgjatë një muaj mund t'i përcjellni në galerinë kombëtare të Kosovës. Këto ishin punimet të flaka halitit, të ekspozita do të zgjas deri? Pra përgjatë një muaj, është hapur të premten, sa të vitën 18, po 18 muajin tjetër. Pra është në mos harrojmë ta përmendim, është në katën e parë, nuk është në 2 katet, vetëm në katën e parë, poshtë. Jo në aty sa 7 punime?
Po ashtu përmendet 7 punime se edhe pse ka më shumë ato ngjihen në tërësi si një. Se për shembull është një instalacion që ka disa blloka. Është një punim si një fotografi më e madhe. Mandej kemi edhe disa punime pavarësisht ishin 13 punime, të cilat artisti e veçon se veç një. Cili është punimi jote, pjesa jote preferume? Po, Pesande të veçantë që mundu me përmend? Që mundu me përmend, I see a face, you see a face, për shkak se i kishte një farë lloj qielli, I see a face, unë e shoh një fytyrë apo sheti, është një fytyrë. Po, apo sheti një fytyrë, e shohim është një qiell i kaltër ku edhe kjo e sheh një fytyrë aty, një re, po. Çfarë është një re, edhe madje nga ajo ka nxjerr një fytyra interesante. Edhe të gjitha kanë konceptin e vet ashtu siç ka dashur. Kjo ka qenë edhe ekspozita e saj, e shën një fytyrë apo e shën një fytyrë, ka qenë edhe ekspozita e saj në Vjenë, Mumok. Është një prej, siç treguar, një prej galerive me renome botërore ku artistë shumë të mëdhenj kanë ekspozuar aty, sidomos njët për tani më artin bashkëkohor që aty është më trendi, praktikisht që non-stop po ekspozohet. Po, përpas asaj aty ka fituar edhe një çmim që ajo vlen të përmendet, Henkel Award quhet çmimi, edhe normal që tani më kjo s'ka të një farë lloj motivimi për artistën që mos më ndal me punon. Edhe nisan, nëse ju kujtohet, nëse keni pa emisionin e premtes, që ka përmend Flaka që është nisan interesant, që ekspozitat në Evropë, domethënë në Vjenë e tregeki për Austri, mbahen zgjasin 3 muaj. Në të në gjasin shumë me gjatë, që zgjasin të ne është zakon me gjatë vetëm 1 muaj. Kjo është pra ekspozita, të ta shohim edhe njerë pas në emision, në vlogën tonë të fundit, së mbi kënë mend, vlogën e shënime. Tash është koha për sportin.